Njeri që lexon Kur'an në shtëpinë e tij, prej atij ku lexon Kur'an, e deri në Arshiala ka një dritë, një shtyllë dritës. Dhe Allahu Dhu Gjelal për çdo ditë në mëngjes herët, në vakt si fyrit, çon me laqet posaçme që t'ja bin bereqetin çati njeriu çati ku lexon Kur'an. Çati ku lexon Kur'an t'ja bin bereqetin për hir të leximit të Kur'anit. Një ditë apo një natë me laqe do të nisen, por nuk do ta gjejnë dritën. Edhe do thënë o Zot, na jemi bogati ta çojmë bereqetin, rahmetin, mëshirën, begatin tënde tek filani siç e kemi thënë për çdo natë, por nuk e gjejnë dritën. Ajo drita nuk është. Allahu Dhu Gjelal thot me laqet e mia, po ju nuk e dini se ai që lexonte Kur'an ka vdek. Ai që lexonte Kur'an ka vdek dhe drita është shumë. Po çka duhet që mos thuhet drita, ani se ti vdes. Ta losh pasardhësin tënd të lexon Kur'an. Ta losh pasardhësin tënd të fal namaz.